pjesë e bordit të paqes, SBA mobilizoi botën për arritjen e paqes në Kosovë, OKB vetëm fjalë. Gjykata themelore urdhëron 1 muaj paraburgim për 23 të dyshuar për manipulim të votave, ryshfet e kanosje në Prizren. Serbia vazhdon të fshehë krimet e luftës, kërkohet presion më i madh ndërkombëtar për vendodhjen e varrezave masive. Shtrëngata godet një pjesë të madhe të SBA-s, mira familje mbesin pa energji elektrike. Mirëmbrëma të gjithëve, e para e shtetit Vjosa Osmani ka raditur një sër arsyesh pse Kosova ka vendosur të jetë pjesë e bordit të paqes, të kryesuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një intervistë dhënë BBC-s, Osmani ka nënvizuar se një nga arsyet kryesore mbetet ndihma e SBA-ve dhe mobilizimi i tyre për arritjen e paqes në Kosovë, duke shtuar se rezoluta OKB-s ishte vetëm një copë letre, fjalë, por jo veprime. Si njëra nga 19 nënshkruesit e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativë të presidentit Trump, me synim në rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare në këtë vend, Osmani nuk ka lënë anash mirënjohjen ndaj ndihmës së Shteteve të Bashkuara në lirinë e vendit. The President of the Republic of Kosovo. Në kontekstin e përvojës historike dhe rolin e bashkëpunimit ndërkombëtar, presidenti Vjosa Osmani gjatë një interviste për prestigjozën britanike BBC ka nënvizuar se Kosova e di se si arrihet paqja. Ky deklarim vjen pasi Osmani zuri vend në mesin e liderëve botror pjesë e bordit të paqes të presidentit të SBA-s Donald Trump, duke nënvizuar se Kosova ka shumë arsye pse është bërë pjesë e këtij mekanizmi. E para shtetit ka kujtuar se 26 vjet më parë Kosova ishte shkatruar nga lufta dhe se ndaj popullit të saj po kryhej gjenocid, ndërsa ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të tjera demokratike shpëtoi jetë dhe i hapi rrugë paqes, lirisë dhe pavarësisë së vendit. Në kuadër të kësaj interviste në BBC, Osmani tha se ka shumë arsye pse Kosova është bërë pjesë e bordit të paqes, duke kthyer 26 vjet mbrapa dhe kujtuar gjithë çfarë Serbia kishte bërë në kohë. Osmani tha se sot ne jemi sovran, jemi demokratik, jemi të pavarur dhe më rëndësishmja, fëmijët tanë janë brezi i parë në historinë e kombit tonë që nuk e kanë njohur luftën dhe që po e shijojnë paqen. Ai thekson se paqja arrihet vetëm përmes veprimit, duke kujtuar se si fëmijë lufte e rritur nën granata, ajo dhe brezi i saj jetonin çdo ditë në rrezik, ndërsa rezolutat e OKB-s mbeteshin vetëm fjalë pa veprim, deri në momentin kur SBA-ja ndërhyri dhe mobilizoi botën për të na ardhur në ndihmë, duke shtuar se arsyeja e parë është ky dallim mes krijimit të paqes dhe ruajtjes së paqes. We need a powerful international organization that is involved in peacemaking, in achieving peace. Ne kemi nevojë për një organizatë të fuqishme ndërkombëtare që merret me krijimin e paqes dhe arritjen e saj. Pastaj, natyrisht OKB-ja do të përfshihej në ruajtjen e paqes, gjë që është ajo që bën më së miri dhe që e ka bërë me mbështetjen e shumë shteteve, këtu në Kosovë për më shumë se 10 vjet, ka thënë Osmani. Presidenti i Republikës Vjosa Osmani është njëra nga 19 nënshkruesit e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativë të presidentit amerikan Donald Trump, me synim në rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës 2 vjeçare në këtë vend. Ju përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Gjykata themelore e Prizrenit ka urdhëruar 1 muaj paraburgim për 23 të dyshuar për manipulim të votave të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të dhjetorit. Të dyshuarit u arrestuan të premten gjatë një aksioni të prokurorisë dhe policisë dhe janë komisioner dhe vëzhgues, pjesëmarrës në procesin e numërimit të votave. Ata dyshohen për një sër veprash penale lidhur me zgjedhjet e 28 dhjetorit, përfshirë veprën penale kundër të drejtës votimit, kanosjen, marrjen e ryshfetit dhe dhënien e ryshfetit. Gjykata themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda ka vendosur masën nga 1 muaj paraburgim për 23 të dyshuarit në rastin e manipulimit me vota gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të dhjetorit. Pas zhvillimit të 4 seancave ndaras, prokuroria themelore në Prizren ka kërkuar nga gjykata masën e paraburgimit, duke nënvizuar dyshime për një sër veprash penale, përfshirë veprën penale kundër të drejtës së votimit, kanosjen, marrjen e ryshfetit dhe dhënien e ryshfetit. Përmes një njoftimi,
gjykata nënvizon se kohëzgjatja prej 1 muaji paraburgim për 21 të pandehur mund të zgjas deri në 23 shkurt të këtij viti, për shkak të dyshimit të bazuar se secili veç e veç ka kryer veprën penale falsifikimi e rezultateve të votimit nga neni 216, paragrafi 2 lidhur me nenin 31 të kodit penal. Vihet në pasë ndaj një të pandehure me iniciale A.V. Masa paraburgimit prej 1 muaji është dëvën në ndyshimin e kryerjes së veprave, falsifikime rezultateve të votimit dhe marrje e rrushfetit, ndërkohë në cilësinë e bëshguesit i pandehuri me iniciale G.P. dyshohet për dhënien e rrushfetit dhe kanosje. Argumentimi këtyre fakteve do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore në Prizren. Vendimi për shqiptimin e masës 1 muaj paraburgim është rrjedhoja e aksionit të gjerë të prokurorisë dhe policisë, operacion ky që çoi në pranga mbi 100 persona në ndyshimin për manipulim të procesit zgjedhor të dhjetorit. Komisionerët në qendrën komunale të numërimit në Prizren i devijuan rreth 70.000 vota të kandidatëve për deputet. Gjatë numërimit të rezultateve, i shtuan mbi 40.000 vota për disa kandidat e i hoqën mbi 27.000 vota nga disa të tjerë, sipas prokurorisë së Prizrenit. Kjo u bë në koordinim mes komisionerëve të partive më të mëdha politike. Ndërkohë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdon rinumërimi i fletvotimeve për votat e kandidatëve për deputet. Bëhet e ditur se deri më tani janë rinumëruar mbi 65% e vendvotimeve, ndërkohë që sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi është përmbyllur plotësisht në 23 komuna. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletvotimeve sipas listës së vendvotimeve, për cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që të rinumërohen. Aktualisht nga rinumërimi tërësishëm i vendvotimeve, janë numëruar 1700 vendvotime nga 2557 sa janë gjithsej. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi vënë pas se po bëhet përpjekje maksimale që gjatë javës së ardhshme të përmbyllet rinumërimi në të gjitha vendvotimet, që do t'i hapë rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Pas përfundimit të këtij rinumërimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, ashtu siç parashihet në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme, subjektet politike dhe kandidatët do të mund të parashtrojnë ankesat e tyre në PZAP dhe eventualisht procesi mund të vazhdojë deri në Gjykatën Supreme. Natyrisht se procesi i rinumërimit i heq dilemat sa i përket rezultateve dhe kjo mund të zvogëlojë edhe nevojën për ankesa, por megjithatë KQZ duhet të presë për paraqitjen dhe shqyrtimin e tyre para se të procedojë me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe njëkohësisht me përmbylljen e të gjithë procesit zgjedhor. Paraprakisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi është përmbyllur plotësisht në 23 komuna, 76 ekipe me 250 numërues janë çdo ditë angazhuar deri në orën 24 për rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ndrojmë tani temë, thuaj se 3 dekada pas përfundimit të luftës në Kosovë, fati i rreth 1600 personave të zhdukur mbetet ende i pasbardhur. Mira mbetje mortore janë gjetur përgjatë viteve në varreza masive në Kosovë dhe në Serbi. Një arsye më tepër kjo që shumë organizata që merren me këtë çështje vazhdojnë me ngulm të kërkojnë nga faktori ndërkombëtar hapa konkret që do ta detyronte Serbin të hapë arkivat shtetërore për fshira të policore, ushtarake dhe të inteligjencës, gjë që do të lehtësonte gjetjen e vendodhjeve të zhdukurve. Serbia edhe më tej vazhdon të fshehë krimet e luftës të kryera në Kosovë, duke shkelur edhe marrëveshjen e arritur në Bruksel për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Edhe pas thuaj se 3 dekadash janë rreth 1600 shqiptarë që figurojnë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, pavarësisht se nëpër vite është kërkuar me ngulm që faktorin ndërkombëtar të bëjë hapa konkret që do ta detyronte Serbinë të hapë arkivat shtetërore, për fshira të policore, ushtarake dhe të inteligjencës, gjë që do të lehtësonte gjetjen e vendodhjes të zhdukurve. Shpesh këto kërkesa janë bërë pjesë e çështjeve politike, duke u lënë anash pa vëmendje të mjaftueshme. Serbia edhe më tej vazhdon të fshehë krimet e luftës së kryera në Kosovë, duke shkelur edhe marrëveshjen e arritur në Bruksel për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ndaj shumë organizata që merren me çështjen e fatit të zhdukurve, vazhdojnë edhe më tej të kërkojnë një presion më të madh ndërkombëtar ndaj Serbisë, duke besuar se një numër i madh i atyre që mungojnë gjenden në varrezat masive në Serbi.
Kjo është përgjegjësia që Serbia çdo gjë duhet ta qetë në letër dhe të definon. Sikur vëllezërit Bytyqi, pa ne trusnit të madhe të bashkisë ndërkombëtare, vëllezërit Bytyqi kurrë s'ishin gjetë. Po kur e kapën amerikan, kjo punë duhet më kry për 30 ditë, s'mas 30 ditë u gjetën vëllezërit Bytyqi. Ka dhe sugjerime se Bashkimi Evropian duhet të përdor masa sankcionuese ndaj palëve që zvarrisin këtë proces, që anashkalojnë zbatimin e deklaratës për të zhdukurit marrëveshje kjo arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2023. Ka kompetenca që të ndërmerr veprime sankcionuese nga njëra ndaj njërës palë, tjetrës apo ndaj dyja palëve nëse vlerëson se ato nuk kanë vullnet që ta zbatojnë deklaratën e përbashkët. Unë përshpresoj që përfundimisht Bashkimi Evropian do ta shfrytëzojë atë drejt. Takimi i parë themeluesi i Komisionit të Përbashkët për persona të zhdukur, që u realizuat ditë më parë në Bruksel, pritet ndoshta të jap fund refuzimeve serbe dhe përpjekjeve për zhbërjen e krimeve të kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Njës të fushës nënvizojnë se efikasiteti i punës së Komisionit të Përbashkët do të varet nga politika e brendshme në Serbi, ku edhe pas 3 dekadave mbizotron narrativa e mohimit të krimeve dhe rehabilitimit të kriminalëve të luftës. I kthehemi përditshmërisë. Monitorimi përmes kamerave të sigurisë sipas njësisë së trafikut në kryeqytet po rezulton efikas. Për kundërvajtje, në baza ditore raportohet se ndëshkohen nga 50 deri në 100 persona. Policia vazhdon të bëjë thirrje që ngasësit të shmangin përdorimin e telefonit gjatë vozitjes dhe të respektojnë rregullat e trafikut rrugor me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ruajtjes së jetës së qytetarëve. Kamerat të sigurisë pritet të vendosen edhe në shumë pjesë të tjera të kryeqytetit. Kamerat e sigurisë të vendosura muaj më parë nga drejtoria e policisë në kryeqytet japin edhe efikasitetin në ndëshkime për shkelësit në trafik, duke u konsideruar të rëndësishme për sigurinë në komunikacion dhe në përgjithësi. Shqiptimi i gjobave përmes monitorimit të kamerave tashme ka filluar duke ndëshkuar mbi 1000 më shumë kundërvajtës gjatë një jave. Gjoba variojnë vetëm përmes kamerave mund ta konfirmoj se diku prej 50 deri në 100 gjoba brenda ditës, s'po ku kjo është trendi derisa të rritën edhe pak çtohet numri i kamerave. Njësitë i trafikut të kryeqytetit vazhdon të realizojë shqiptimin e gjobave bazuar në monitorimin e kamerave të sigurisë, si dhe gjatë zbatimit të detyrave të rregullta në teren, duke shënuar kështu edhe përmirësim të gjendjes. Ndërkohë, ekspertë të komunikacionit nënvizojnë se vendosja e kamerave të sigurisë që synon parandalimin e aksidenteve pritet të japë rezultate pozitive edhe në sigurinë e përgjithshme. Madje nga këndvështrimi i ekspertëve të kësaj fushë, gjobat duhet të jenë më të larta dhe pa përjashtim. Sigurisht do ta jep edhe rezultate shumë të mëdha të sigurisë në komunikacion rrugor, në krahasim edhe me vendosjen e gjobave në trafik. Pra, kamerët do ta luajnë rolin e sigurisë komunikacion rrugor, do ta luajnë rolin edhe në përgjithësi sa i përket edhe sigurisë publike. Funksionalizimi i kamerave është kënd shumë i nevojshëm dhe është shumë i mirë. Por kur është i mirë? Atëherë kur funksionojnë. Kur funksionojnë? Atëherë kur mirët institucionet me çështjen e kamerave, jo vetëm të vendosen nëpër kryqëzime, vetëm të themi se kemi kamera dhe atëherë mos i shohim fare. Atëherë do të marret me këto kamera, do të mirën do thot pamjet, ato gabime që bëhen do thot në komunikacion të ju shqiptohen dënimet apo edhe vrejtje përmes telefonit, sikur që kemi ndëgjuar do thot policia që i thirrën përmes telefonit. Kamerat e sigurisë pritet të vendosen edhe në shumë pjesë të tjera të kryeqytetit. Ndërkohë, policia u bën thirrje ngasësve që të shmangin përdorimin e telefonit dhe të respektojnë rregullat e trafikut rrugor, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ruajtjes së jetës së qytetarëve. Kuzhina qendrore e Prishtinës, një nga shërbimet kyçe publike në kryeqytet, nga fillimi i këtij viti ka nisur zbatimin e orarit 4 ditor të punës me 3 ditë pushim në javë. Sipas drejtuesve, modeli i ri synon rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e organizimit të punës, pa ndikuar në shërbimet që ofrohen çdo ditë. Sociologët vlerësojnë se ky model përkon me praktikat europiane dhe mund të kontribuojë në rritjen e mirëqenies dhe produktivitetit të punëtorëve. Ganimete Kongjeli është pjesë e kuzhinës qendrore tash e 21 vjet.
Si krye kuzhiniere, ajo thot se ngarkesa punës është rritur ndjeshëm, veçanërisht me shtimin e institucioneve që mbulohen nga kjo ndërmarrje. Megjithatë, sipas saj, puna po përballohet fal bashkëpunimit me stafit. Është e vështirë pak, po nuk është edhe shumë, se me krejt bashkë këtu punu, kena bashkëpunim, kena marrëveshje dhe po ja dolëm mirë. Së fundmi, ndërmarrja ka nisur zyrtarisht aplikimin e orarit 4 ditor të punës. Për Ganimetën dhe kolegen e saj, ky vendim është pritur pozitivisht. Po na kena pritë që nuk është keq, kjo shumë mirë është, një pas 30 pushim, 40 ditë punë. Në kuzhinën qendrore të Prishtinës janë të punësuar rreth 110 persona, përfshirë kuzhinier, staf shërbyes, administrativ dhe menaxhues. Ne detyrohemi të punojmë 7 ditë në javë. E duke pa këtë orar të punës, ne kemi marrë përfundimin që për ndërmarrjen përveç që është me profitabile, po është edhe me produktive të kthejmë orarin e 4 ditë në javë për gjithë secilin të punësuar, sepse pastaj neve na vjen që çdo i punësuar të punojë 4 ditë, po të heqet të shtunja dilja nga agenda e punëtorëve që cilët punojnë këtu. Sipas drejtuesve, ky ndryshim nuk do të ndikojë në paga, në orët shtesë apo në vëllimin e punës, por synon një organizim më efikas të ndrimeve. Sipas sociologës Dhurata Prokshi, kjo nismë përkon me praktikat që po aplikohen gjithnjë e më shumë në vendet e Bashkimit Evropian. Është një nisëm shumë e mirë, e cila përkon me praktikat të cilat kanë filluar një numër i madh i vendeve të Bashkimit Evropian të aplikojnë, me qëllim që të sigurohet mirëqenia e punëtorëve, të ngritet cilësia e efikasitetit dhe punës tyre dhe që të kuptohet që kontrata mes punëdhënësit dhe punëtorit nuk është një veprim i anshëm dhe nuk është vetëm në dobinë apo në benefitin e punëtorit, por është qëndrueshmëria ajo që sigurohet duke kriju kushte të mira. Ajo thot se modelet të tilla duhet të shihen si pilot projekte, por me analiza të mirëfillta dhe transparencë në zbatim, në mënyrë që të jenë të qëndrueshme dhe të aplikueshme edhe në institucione të tjera. Kosova, institucionet publike, po edhe ato private, duhet luftojnë gjitha aktorët relevant që të ndërtojnë treg atraktiv, i cili është edhe tregues se sa një shoqëri është e shëndetshme dhe se sa e ka në prioritet, sa e ka në fokus të mirën apo mirëqenien e përgjithshme të popullatës së vet. Kuzhina qendrore e Prishtinës funksionon në bazë të hyrave vetanake dhe nuk varet nga subvencionet apo grantet e institucioneve publike. Në ditën ndërkombëtare të arsimit ju sjellim historinë e Uran Hamitit, një nxënës 11 vjeçar nga Prishtina, fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit, i cili përmes muzikës, librit dhe përkrajjes së vazhdueshme në shkollë, po dëshmon se arsimi i gjithëpërfshirës nuk është vetëm e drejtë, por edhe mundësi reale për zhvillimin e talentit dhe suksesit. Urani është nxënës i klasës së 6 dhe fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit. Ai karakterizohet nga inteligjenca e lartë dhe talenti i veçantë artistik, veçanërisht në muzikë. Përmes përkushtimit dhe mbështetjes së vazhdueshme, Urani ka arritur të shndrrojë pasionin e tij në sukses të madhshëm. Ai luan piano, i pëlqen letërsia, arti figurativ, sporti e piktura. Paralelisht me shkollën e rregullt, Urani ndjek edhe shkollën e muzikës, ku është në klasën e 5, me që rast është fitues i disa çmimeve. Çmimet që i ka marrë në piano janë 3 çmimet e para të artisti i ri, 2020, 2021 dhe 2022, Viva Piano 2023, çmimi i tretë në Sofia të Bullgarisë. Jam ndjerë shumë krenar që e kam bërë shumë krenar shkollën, edhe më kam vendosur në revistën e muajit prill të vitit 2023. Përveç muzikës, Urani shfaq interesim të veçantë edhe në lëndët shkollore. Dashuria për librin është një tjetër shtyllë e zhvillimit të tij. Ai ka lexuar një numër të konsiderueshëm veprash letrare për fëmijë dhe të rinj. Ndodhit e unë të karotës nga Ymer Elçani, Misteri i elfëve nga Jeronim Stilton, Udhtim në qendër të tokës nga Jules Verne, Rreth botës për 80 ditë edhe ajo nga Jules Verne, e treguar nga Roberto Piumini,
Don Quixote i Manchës nga Miguel de Cervantes, janë Krishtlindjet Stilton nga Jeronim Stilton. Për angazhimin dhe suksesin e tij, Urani është vlerësuar nga të gjithë. Zakonisht kur janë mbledh fëmijët e tjerë, Urani nuk ka shprehë interesim që t'jetë me ta, ka marrë një libër, edhe nëse në atë kohë nuk ka arrit të lexoj, mirë po është marrë me figurat brenda librit. Ndonjëherë mund të jetë ndonjë sfidë vogël, megjithatë më tepër mund të themi se ka përparësi dhe ndjenjë të krenarisë. Programi është i njëjtë sikur për nxënësit tjerë edhe për Uranin. Urani na ka befasu me arritjet e tij, domethënë qoftë me sjellje, qoftë me mësime. Për ditën ndërkombëtare të arsimit, ai ka një mesazh për bashkëmoshatarët e tij. Unë do t'u them bashkëmoshatarëve që ndjeni këtë ditë si lumturi, edhe mësoni bashkë me arsimtarët që keni, edhe ruajini shkrimin që keni. Eksponate të vjetra që nga Ilirët e Dardanët që tregojnë traditën e kombit shqiptar deri tek lufta e fundit në Kosovë, por edhe eksponate mjaft të vjetra europiane, janë pjesë e Muzeut Etnokastrioti në Isniq të Deçanit. Miftar Jonuzaj, një njeri i vullnetit dhe pasionit, ka arritur të grumbullojë mira eksponatet periudhave të ndryshme kohore, duke tërhequr kështu edhe shumë vizitorë që janë mësyn Dugaxhinit. Kjo është shëpat e vjetër e kohës së Gurit 5.000-6.000 vjeçare, e gjetur në shtratën e Lumbardhit të Deçanit, ka qenë motivi kryesor që Miftar Jonuzaj nga Isniqi i Deçanit të filloj grumbullimin e qindra artefakteve tjera, të cilat me kujdes të madh i ka ekspozuar në Muzeun Etnokastrioti. Të shiqojmë, këtu është një guri, është që nga koha e gurit, është sapat, është sapat i lire, e cila daton diku në afër 5.000 dhe 6.000 vjeçare. Këto e kanë konstatuar ekspertët, etnologët, arkeologët nga Prishtina, nga Tirana, këto kanë pasë arkeologë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me këtë guri janë manit. Ky guri është gjenë në lumin e Deçanit, këto ka gjetë vajza imi para lufte, do thotë, dhe ja kom bu emrin, dhe ky është nismitari kryesor që kam filluar dhe kam arrit deri këtu, ky guri, dhe e kam quajtur guri energjisë. Kjo është fytyra e mbretëreshës në front. Kjo është gjend një familje ku e ka hap podrumin, e gjend 2 metra në thërsitë të tokës. Së bashku me shatin, do të thotë të pështjellën kanë qenë një pështjellën likur dhe ma ka sjell Muzeun Etnokastrioti. Ky gyp është përdorur për ujësjelljen dhe është gjend diku në pronet e disa individëve të komunës së Deçanit dhe sipas ekspertëve të kësaj lamie është i vjetër diku 2500 vite. Pasionin e këtij koleksionistit të devotshëm po e vlerësojnë shumë edhe studiuesit dhe ekspertët e trashëgimisë. Shihet se këtu ka eksponate të lloj-llojshme. Njëkohësisht ka të fushave të ndryshme të jetës së banorëve tonë, të shqiptarëve tonë të lashtë. Ka mjetë e pune, ka mjetë ambisërie, ka mjetë të punës së nënave tona, ka armë dhe artefakte e eksponate të ndryshme, të cilat në përgjithësi e mobilizojnë ose e promovojnë jetën e dikurshme të shqiptarëve në këto treva. Visha i tha se shembulli dhe puna e koleksionistit Januzaj duhet të përkrahen edhe nga institucionet kompetente në mënyrë që të ketë mundësi t'i promovoj në formën më origjinale në kuadër të këtij muzeu etnologjik. Shkojmë tani në Shkodër, e cila edhe gjatë stinës së dimrit mbetet atraksion për shumë vizitorë. Pamjet madhështore mbi liçenin, lumenjt Buna e Drinit si dhe kalaja e Rozafës që u ngrit gjatë mbretërisë ilire e bëjnë këtë destinacion mjaft tërheqës.
Kalaja Rozafes edhe gjatë periudhës së dimrit vijon të jetë një nga atraksionet më të vizituara të qytetit të Shkodrës. Ajo po pret çdo ditë vizitor të shumt, kryesisht turistë huaj, të cilët shprehen tepër të manitur nga bukuria, historia dhe panorama unike që ofron kjo kala. Vizita e parë në dyert e Shkodrës për shumë prej tyre nis pikërisht nga Kalaja e Rozafes, e cila mbetet një simbol i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit. My name is Kiki. Emri im është Kiki, unë jam nga Kina. Është hera ime e parë që e vizitoj Shqipërinë. Sa po mbërita dje në mbrëmje, kështu që gjëja që më bëri më shumë përshtypje janë rrugët dhe kalaja. Më pëlqejnë shumë dhe gjithashtu ndërtesat unike dhe të bukura. Shtëpitë e vogla duken shumë të rehatshme. Është një ndryshim shumë i madh krahasuar me Kinën. Itali. Sa po mbërritëm direkt në Shkodër dhe po vim nga Italia, ende nuk kemi parë shumë, por është fantastike. Tani jemi te kalaja dhe është e mahnitshme. Al momento de Castel. Po e vizitoj për herë të parë Shkodrën dhe po më pëlqen çdo gjë këtu. Natyra, kalaja dhe shumë vende që shikuam rrugës. Pamja mallështore mbi liçenin, lumin buna dhe drin, si dhe legjenda e njohur e Rozafes e bëjnë këtë destinacion edhe më të veçantë për çdo vizitor. E ndërtuar gjatë mbretërisë ilire përfaqësohet nga një legjend që tregon mbajtjen e një premtimi të besës legjendare. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Aviacioni izraelit ka kryer një valë të sulmeve brenda Libanit, duke goditur Çaçja në pjesën jugore të vendit, duke vrarë 2 dhe duke plagosur së paku 8 persona. Qeveria libaneze ka thënë se është duke punuar për çarmatimin e Hezbollahut, por Tel Avivi thotë se militantët ende mbajnë pozita prej cilave mund të rrezikojnë Izraelin. Aeroplanët izraelit kanë kryer një valë të sulmeve në pjesën jugore të Libanit, duke goditur çoçe të ndryshme në luginën Beka, si dhe në disa fshatra në afërsinë e kufirit me Izraelin. Sipas Tel Avivit, sulmet kanë goditur çoçe të grupit militant Hezbollah, përfshirë depo të armatimit dhe një fabrikë të improvisuar të armëve që përdorej nga Hezbollahu. Edhe pse zyrtarisht armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut i arritur në vitin 2024 është ende në fuqi, gjatë javëve të fundit Tel Avivi ka rritur numrin e sulmeve në Liban, duke nxitur kështu drojen nga edhe një luftë rajonale. Qeveria libaneze ka thënë se është duke punuar në zbatimin e kushteve të armpushimit, përfshi edhe qarmatosjen e Hezbollahut dhe zhvendosjen e të gjithë luftëtarëve dhe objekteve të këtij grupi larg kufirit izraelit, duke thënë se pjesa e parë e marrëveshjes, largimi i armëve të Hezbollahut që gjindeshin në jug të lumit Litani, tani më ka përfunduar, dhe duke shtuar se tani janë duke punuar në implementimin e pjesës së dytë, por përfaqësuesit e Hezbollahut deri me tani kanë refuzuar të largojnë armatimin nga brigjet veriore të lumit Litani, duke thënë se ato janë të nevojshme për të parandaluar ndonjë invazion izraelit. Por Izraeli zyrtar thot se Hezbollahu ende mban prezencë në afërsi të kufirit dhe se në vend të qarmatosët është duke i rindërtuar rezervat e raketave dhe fluturakeve pa pilot me të cilat mund të arrijnë territorin izraelit. Tel Avivi shton se do të vazhdon me goditjen e të gjitha pozitave prej të cilave Hezbollahu mund të rrezikojë Izraelin. Sulmet ruse nga ajri në Kiev të Ukrainës kanë lënë mijëra qytetar pa ngrohje, thot kështu kryebashkiaku i kryeqytetit. Rreth 1700 pallate në kryeqytetin ukrainas Kiev janë ende pa ngrohje pas një sulmi rus me raketa dhe dron në fillim të kësaj jave, ka thënë të dielën kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko, që nga mbrëmja e djeshme punonësit e shërbimeve dhe kompanitë e energjisë kanë rikthyer furnizimin me ngrohje në më shumë se 1600 ndërtesa. Ata po vazhdojnë të punojnë për të rikthyer shërbimet në shtëpitë e banorëve të Kievit, ka thënë Klitschko në Telegram. Moska ka intensifikuar ndjeshëm bombardimet e sistemit energjetik të Ukrainës që kur pushtoi fqinjen e saj në vitin 2022. Rusia nisi një sulm të gjerë ndaj sistemit energjetik të Ukrainës të shtunën, duke tronditur Kievin me shpërthime
me gjatë natës, duke lënë 1.2 milion prona pa energji elektrike në të gjithë vendin në kohën e temperaturave nën 0 gradë Celsius. Objektivat kryesore të Rusisë tani për tani janë sektori i energjisë, infrastruktura kritike dhe ndërtesat e banimit, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Vetëm këtë javë ai tha se Rusia kishte lëshuar më shumë se 1700 dron, 1380 bomba të drejtuara dhe 69 raketa në Ukrainë. Çdo sulm masiv nga Rusia mund të ketë një ndikim shkatërrues, ka thënë Zelensky, i cili të dielën po viziton Lituaninë. Sulmi në shkallë të gjerë në kryeqytetin ukrainas ndodhi pikërisht kur negociatorët ukrainas, rus dhe amerikan po diskutonin mundësitë në Abu Dhabi për t'i dhënë fund luftës. Një shtrëngat masive dimrore ka goditur një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke lënë qindra mijëra familje pa energji elektrike dhe duke anuluar mijëra fluturime lokale dhe ndërkombëtare. Një shtrëngat masive dimrore ka kapluar pjesën lindore dhe atë jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar probleme në infrastrukturë dhe transport. Sipas njoftimeve mediale, shtrëngata, e cila u përshkrua si monstruoze nga ekspertët, ka dëmtuar rënd pjesë të rrjetit elektrik, duke lënë më shumë se 850.000 familje pa energji elektrike, përderisa numri pjesëve të vendit që po mbesin pa energji po vazhdon të rritet. Njëkohësisht, kompanitë ndryshme ajrore kanë njoftuar se për shkak të motit ekstrem deri me tani kanë qenë të detyruara të pezullojnë më shumë se 10.000 fluturime lokale dhe ndërkombëtare dhe kanë shtuar se ky numër po vazhdon të rritet. Njëkohësisht, meteorologët kanë paralajmëruar se kjo shtrëngat do të vazhdon të përhapet dhe kanë thënë se presin që brenda pak orësh pjesët verilindore të vendit do të ballafaqohen me rreshje të borës prej më shumë se 40 cm brenda dite. 17 shtete federale, si dhe kryeqyteti Washington, tani më kanë shpallur gjendje të emergjencës, përderisa presidenti Donald Trump, i cili e definoi këtë shtrëngat si historike, ka shpall emergjencë federale në 12 shtete. Njëkohësisht, Departamenti Amerikan i Energjisë ka njoftuar se ka urdhëruar disa prodhues të energjisë elektrike që të përdorin resurse të specifikuara për të mbajtur në funksion qendrat e informatave elektronike dhe pika tjera kritike të infrastrukturës, funksionimi të cilave po rrezikohet për shkak të mungesës së energjisë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajme. Të nderuar teleshikues, ju falenderojmë për vëmendje. Natën e mirë dhe mirupafshim.